Me Lazim, përsa i përket hierarkisë politike dhe ushtarake cila në Iran u dëmtua rënd, që është në goditjet e para, përsa i përket gardës revolucionare, është ajo faktori dominant tani që po drejton Iranin dhe kjo vije ashpër po përplaset me qasjen e presidentit Amerikan me deklaratën e tij që ne kërkojmë dorëzimin e Iranit pa kushte dhe e dyta, ai që do ta drejtojë Iranin duhet ketë dhe lejen time, pak a shumë si skenarin e Venezuelës ku zëvendës presidentja u emërua presidente, ndërsa për Mojtaba Khamenin ai tha është lëvizje e gabuar. Mendoj që kemi të bëjmë me ballafaqim do të thot me përpjekje të presidentit Trump që ai të ketë kontroll do të thot në udhëheqjen e ardhshme të Iranit, që është krejtësisht normale pas një lufte të tillë, dhe nga ana tjetër përpjekje e gardës revolucionare islamike që ta tërheqë Amerikën në një operacion toksor. Irani nuk ka asnjë shans, asnjë gjas nuk ka në përballjen me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin sa i përket ballafaqimit teknologjik, do të thotë, e përsia teknologjike, dhe tani përfshirja edhe inteligjencës artificiale, e bën në përsimin amerikano-izraelite aq të lartë sa mendoj që teoretizimet shumë studiusve janë krejtësisht të kota. Nuk ka asnjë shans Irani mund të përballojë edhe 2 javë, edhe 1 muaj, edhe 2 muaj, por sa më shumë që ajo përballje vazhdon në këtë formë, ne do të kemi një Iran të shkatruar ekonomikisht edhe në forma tjera. Nga ana tjetër, atë do të tentoj ta bëj garda revolucionare, sepse dëshirojnë ballafaqim toksor me trupa toksore amerikane ku ata mund të kenë përsi. Në atë variant që unë nuk besoj që do të ndodhë. Në asnjë variant nuk besoj që Shtetet e Bashkuara do të përfshihen në operacion toksor, por kam përshtypje është përpjekje e gardës revolucionare që me çdo kusht t'i tërheqin në ballafaqim toksor, sepse ajo është kartë e fortë e tyre. Irani është një vend shumë i madh, ka multietnik, gjeografik shumë të vështirë. Ajo do të ishte, besoj, shumë e rrezikshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë pres e hape emisionin me ato 5.000 trupat komandosët e rinj që janë duke shkuar. Mendoj që fjala është për ishullin Karg, sepse ishulli Karg lexova sot gjatë ditës në shtypin amerikan, nuk mund të mbahet në kontroll pa pas edhe trupa që do të mbeten aty. Pra, mund ta godasësh, mund ta shkatrosh në tërësi, por për ta kontrolluar pastaj, për ta bllokuar eksportin komplet të naftës, duhet trupa në terren. Mendoj që kemi të bëjmë me përpjekje të kufizuar, do të një numër të kufizuar komandosësh që të marrin ishullin Karg në kontroll, të blokojnë eksportin e naftës së Iranit, pastaj të kontrollojnë bashkë me fuqi tjera. Presidenti Trump, siç e thash, bëri ftesë të hapur sot, ftoi Britaninë e Madhe, Japoninë, madje edhe Kinën, që të dërgojnë luftanie për të siguruar lëvizjen e lirë në ngushticën e Hormuzit. Mendoj se në këtë fazë këto dyja janë objektivat kyçe të zotit Trump, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe besoj që do të jetësojnë, por përjashtoj mundësinë që garda revolucionare iraniane të tërheqë qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë Izraelin në përballje në ndonjë operacion më të gjerë toksor. Mendoj që pas një gjunjëzimi të tillë, pas marrjes së ishullit Karg, mund të pësoj ajo që thot lideri i opozitës të Izraelit, që Irani do të gjunjëzojë ekonomikisht, pas një gjunjëzimi të tillë, pas një kohë, do të thot 1 muaj, 2 muaj, do të prisja rebelim të popullatës, kryengritjet armatosur dhe atë që synojnë Shtetet e Bashkuara, ndryshimin e pushtetit.